5 gjëra që nuk duhet t'i bëjnë personat me diabet. Diabeti është një nga sëmundjet kronike më të përhapura në botë dhe prek miliona njerëz, edhe pse trajtimet moderne kanë bërë të mundur kontrollin më të mirë të nivelit të sheqerit në gjak. Suksesi varet në masë të madhe nga mënyra jetesës dhe zakonet e përditshme. Shumë komplikime të diabetit mund të shmangen nëse pacientët tregohen të kujdesshëm dhe shmangin disa gabime të zakonshme. Ja 5 gjërat që personat me diabet nuk duhet t'i bëjnë. 1. Mos e neglizhoni kontrollin e sheqerit në gjak. Një nga gabimet më të mëdha është mosmatja e rregullt e glukozës në gjak. Shumë njerëz ndihen mirë dhe mendojnë se niveli i sheqerit është normal, por diabeti mund të përparojë pa shkaktuar simptoma të dukshme. Kontrolli i rregullt ndihmon në zbulimin e rritjeve ose uljeve të rrezikshme të sheqerit, përshtatjen e dietës dhe aktivitetit fizik, si dhe vlerësimin e efektit të barnave apo insulinës që përdorni. Mbajtja e një ditari me rezultatet mund të ndihmojë dhe mjekun tuaj që të vlerësojë më mirë trajnimin. Së dyti, mos konsumoni shpesh ushqime me shumë sheqer dhe karbohidrate të rafinuara. Pijet e gazuara me sheqer, ëmbëlsirat, biskotat, buka e bardhë dhe produktet e pasqyqërisë mund të shkaktojnë rritje të shpejtë të glukozës në gjak. Kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë plotësisht nga çdo ushqim i preferuar, por keni kujdes, është e rëndësishme që të kufizoni porcionet, të zgjidhni dritërat integrale, të konsumoni më shumë perime, të kombinoni karbohidratet me proteina dhe yndyrna të shëndetshme për të ngadalësuar përthithjen e sheqerit. Një ushqyerje e balancuar është një nga shtyllat kryesore të kontrollit të diabetit. Së treti, mos e lini pas dore aktivitetin fizik. Jeta sedentare mund ta bëjë më të vështirë kontrollin e diabetit. Aktiviteti fizik ndihmon trupin të përdorë më mirë insulinën dhe kontribuon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Ecja e shpejtë, noti, ciklizmi apo ushtrimet me intensitet të moderuar mund të jenë zgjidhja më e mirë për shumicën e njerëzve. Megjithatë, personat që përdorin insulinë ose barna që mund të ulin shumë sheqerin në gjak duhet të këshillohen me mjekun për mënyrën më të sigurt të ushtrimit dhe të kenë me vete një burim të shpejtë sheqeri në rast të hipoglicemizë. Së katërti, mos injoroni problemet e këmbëve. Diabeti mund të dëmtojë nervat dhe enët e gjakut, duke ulur ndjeshmërinë në këmbë. Si rezultat, një prerje apo plagë e vogël mund të mos vihet re dhe të infektohet. Por këtë arsye rekomandohet: kontrolloni këmbët çdo ditë, mbajini të pastra dhe të thata. Vishni këpucë të rahatshme që nuk shkaktojnë fërkime. Mos ecni zbathur, sidomos jashtë shtëpisë. Drejtohuni tek mjeku nëse plagët shfaqen apo kanë skuqe ose entje. Kujdesi i përditshëm për këmbët tuaja mund të ndihmojë në parandalimin e komplikimeve serioze. Së pesti, mos të ndërprisni trajtimin pa këshillën e mjekut. Disa pacientë ndihen më mirë pasi sheqeri stabilizohet dhe vendosin të ndërpresin barnat apo insulinën. Ky është një veprim që mund të jetë i rrezikshëm. Diabeti është një sëmundje kronike dhe trajtimi duhet të ndiqet sipas udhëzimeve të mjekut. Ndryshimi i dozave ose ndërprerja e barnave pa konsultimin e tij mund të çojë në rritje të pakontrolluar të glukozës dhe të rrisë rrezikun për komplikime si sëmundjet e zemrës, dëmtimi i veshkave, dëmtimi i syve apo edhe i nervave. Keni kujdes, ruani trupin tuaj dhe kujdesuni për të në mënyrë që të mos keni komplikime më tej.